Në atmosferën festive të përmbylljes së vitit shkollor, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi në Gjirokastër solli për publikun koncert Një botë me këngë, një mbrëmje e mbushur me emocione, muzikë dhe ngjyra, ku talenti i fëmijëve u ngjit në skenë për të përcjellë mesazhe gëzimi dhe krijimtarie. 33 fëmijë performuan live 33 këngë personale, duke dëshmuar pasionin e tyre për muzikën dhe rezultatet e një pune të gjatë artistike gjatë gjithë vitit. Sot këndova me zogun në Brashok. Kur të rritem dua të bëjmë këngëtare, më pëlqen shumë ky art, dua të këndoj. Kënga për mua do të thotë një art që s'lihet kur. Unë kisha shumë emocione, unë ndjeva shumë mirë dhe do ndjem akoma më mirë. E kam Vivi. Çfarë këndove sot? Ma qok qamare këndova. Kur do rritem dua të bëjmë një këngëtare. Falenderoj Gentian Selfon që më ndihmoi me atë kënaqësinë më dha, shpirtin që kisha ai më dha, dili aty kush në jetë, e kam trashëgimi edhe nuk do t'i ndajmë kësaj rrugën. Unë më ndjek ëndër, domethënë dëshirën time në shkollën Fejim Ibrahimi, në atë vit edhe në vazhdim, po bëj të pamundur që dal dikush në jetë të krenoj edhe prindërit e mi dhe të tërë ata që më duan. Këtë vit, përveç se këngëtare, jam edhe prezantuese. Falenderoj profesor Gentian Selfon, mësuesin tonë për përkushtimin e madh, me plot dashuri. Është shumë bukur, ndihesh me pak emocione, por nuk është se kam problem të madh se unë jam e mësuar me skenën. Unë këndova këngën Rjedhin mëngjesit dhe si Zojsh me Cicerima me profesor Gentian Selfon. Unë kam 4 vite me profesor Genu dhe jam mësuar dhe në skena që shpejt dhe po pak emocione kam. Sot unë erdha me këngën Gjirokastra jonë me qytetin tonë. Sapo e mbarova klasën e 2 dhe studioj në shkollën Urani Rumbo. E kam dashur gjithmonë këngën dhe prandaj fillova. Domethënë e desha ta filloja. Këtë vit jam bërë pjesë e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Kompozitori dhe muzikanti Gentian Selfo vlerësoi nivelin artistik të fëmijëve për kushtimin e tyre në skenë dhe punën e palodhur të mësuesve që kanë kontribuar në formimin e tyre. Prak të mbarimit të vitit shkollor dhe të festës të fëmijëve të 1 qershorit, ne organizuam këtë koncert të aktivitet me fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi në mbështetje të Bashkisë Gjirokastër të Zyrës Vendore Arsimore Rajonale, sepse janë fëmijët e shkollave 9 vjeçare të qytetit. Kemi fëmijë nga mosha 4 vjeç e gjysmë deri në moshën 14 vjeç. Koncerti është i larmishëm, tematika të ndryshme të fëmijëve, të botës së fëmijëve që nuk largohemi kur prej tematikave të tyre. Fëmijët performojnë live dhe kjo është një kënaqësi jashtëzakonisht e imja si mësues i tyre që jam i përkushtuar të këta, sepse ne superpozimin nuk e kemi përmendur dhe nuk e kemi përdorur kur. Fëmijët gjithmonë performojnë live dhe ashtu shpreh talentin e tyre, shpreh puna e tyre e paloshme bashkë me mësuesin e tyre me mua. Gjatë gjithë një viti ne organizojmë një sër aktivitetesh të ndryshme me Qendrën Kulturore të Fëmijëve, me këta fëmijët me rastin e festave të 29 nëntorit, me rastin e Krishtlindjeve vit i ri, gjithashtu ne si mesazhe si Kardolinën Urimi përsëllim një videoklip për urimin me rastin e Krishtlindjes së vitit të ri. Sot ju dedikuam me shumë shpirt këtij koncerti, të dinim sa më bukur, të performojmë sa më bukur dhe sot këndojnë dhe performojnë 33 fëmijë me 33 këngë të tyre personale. Me koncertin Një botë me këngë, Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi mbylli një tjetër vit të suksesshëm aktivitetesh, duke konfirmuar rolin e saj të rëndësishëm në edukimin artistik dhe promovimin e talenteve të reja në qytetin e Gjirokastrës.